Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq të mi, ja ku po ritakohemi sërish me letrën e radhës. Sot pranë jush do të vim me një letër që në të vërtetë është një letër që do guxim të jashtëzakonshëm. Historia që do të dëgjoni bëhet fjalë për dy motra, bëhet fjalë për një inat të madh që ka kapluar në një familje, për një urrejtje të madhe që ka kapluar në një familje që realisht nuk dihet edhe kuptimi pse ndodhen ky inat. E dashur motër, po ta shkruaj këtë letër me zemër të rënduar, sepse ka shumë gjëra që nuk kam arritur t'i them dot me zë. Ndoshta fjalët e shkruara do t'arrin aty ku zëri im është ndaluar. Që kur ishim të vogla, të kam parë si njeriun më të afërt. Kam ndarë me ty ëndrat, frikërat, lotët, edhe gëzimet e mia. Gjithmonë kam besuar se pavarësisht gjithçkaje, ne do ta kuptonim në të vërtetë njëra tjetrën. Kur u martove, u gëzova shumë për ty. Të urova lumturi dhe një jetë tepër të bukur. Por me kalimin e kohës, brenda meje filloi të rritet një dhimbje që nuk dita se si ta shpreh. Ndjeva sikur pas largimit tënd unë mbeta vetëm. Sikur askush nuk po e dëgjonte më zërin tim. Shpesh kanë menduar se babi dhe familja kanë bërë zgjedhjen që më kanë lënduar. Kam ndjerë sikur dëshirat dhe ndjenjat e mia në të vërtetë nuk kanë pasur rëndësi. Ka pasur momente kur jam ndjerë e pavlerësuar, e pa kuptuar dhe tepër e vetmuar. Motër, nuk po ta shkruaj këtë për të fajsuar ty. Po ta shkruaj sepse kam nevojë që dikush, në të vërtetë, të më dëgjojë. Kam nevojë që ti të më shohësh siç jam, me plagët edhe me dhimbjet e mia. Nuk dua të ketë urrejtje më mes nesh. Nuk dua që zemrat tona të largohen. Dua vetëm që mes nesh të ketë mirëkuptim. Dua që të më dëgjosh pa më gjykuar. Dua të kuptosh se pas buzëqeshjes time, shpesh fshihet një trishtim që e kam mbajtur për vite e vite të tëra. Ti je motra ime. Je pjesë e jetës sime dhe e kujtimeve të mia. Për këtë arsye po të lutem. Bëhu pranë meje si motër, si njeri që kupton dhimbjen e tjetrit. Mos më largo nga zemra e jote. Ndoshta nuk mund ta ndryshojmë të kaluarën. Ndoshta nuk mund t'i rregullojmë të gjitha padrejtësitë që ne kemi ndjerë. Por mund të zgjedhim të mos humbasim në thelb njëra tjetrën. Të lutem më kupto. Të lutem më dëgjo. Të lutem mos më shiko si armike, por si motrën tënde që ka nevojë për një fjalë të mirë, për një përqafim dhe për pak dashuri. Unë ende të dua dhe ende besoj se lidhja jonë është më e fortë se çdo keq kuptim, se çdo plagë dhe çdo vështirësi. Në momentin që babi të martoi dhe mua mu tha në fytyrë që sido që t'jetë, ti edhe pse më e madhe, ti nuk do t'i dalësh dot përpara, sepse ajo është vajza jonë e preferuar, për mua ishte një dramë e vërtetë. Prindërit kujdeseshin më shumë se çdo gjë për ty. Ato kujdeseshin për lumturinë tënde, për rehatin tënde, për qetësinë tënde.
për jetën e bukur që ti dëshiroje të bësh, studimet e tua, ndërsa unë gjithmonë isha anashkaluar. Unë jetoja njëjtë si hirushja në prallë, vetëm për të pastruar shtëpinë, vetëm për të punuar, për të fshirë dhe për asnjë gjë tjetër. Shpesh herë pyes veten, ku gabova unë që një baba të urrej kaq shumë fëmijën e saj? Unë kam vajtur tek të 40-tat, ti e din shumë mirë që kam patur djemë që më kanë kërkuar dorën, që kanë qenë nga familjet më të mira, por fatkeqësisht babai nuk dëshironte që ta shikon lumturinë time në krah të lumturisë tënde. Ishe ti gjithçka, ishe ti ajo për të cilën ata luftuan, dhe ishe ti ajo për të cilën ata gëzuan. Unë nuk jam kundër, sepse do të më dhëmte shpirti nëse do të thoja që jam kundër motrës time. Por kërkoj prej teje, edhe pse prindërit nuk më kuptojnë, kërkoj prej teje që ti të më mirë kuptosh, sepse ndonjëherë ato që kemi brenda në zemër nuk arrim dot në asnjë dimension që ti themi. Na digjet shpirti, na dhëm zëmra dhe thjesht mendojmë se çfarë ne mundemi të bëjmë duke u munduar që të sqarojmë situata të cilat nuk janë situatat tonat. Unë po shkoj drejt fundit të kësaj letre. Dua të them që unë të dua tepër, pa marrë parasysh që na kanë rritur me një diferencim. Për ty bënin më shumë e për mua bënin më pak. Por gjithsesi uroj me zemër që dhe babai dhe nëna të kuptojnë që ne të dyja jemi motra dhe në fund të ditës jemi të njëjta dhe askush nuk mund të na thyej shpirtin dhe të na ndaj zemrën në copa. Për mua do të jesh gjithmonë motra ime më e bukur, më e veçanta dhe më unikja. Dhe unë do të kem gjithmonë pjesë të zemrës time. Të dua shumë, motra jote e madhe. Në fakt kjo ishte një letër e shkruar nga një motër për motrën e saj, që në të vërtet do me thënë është diçka e pa precedent të prindërit të bëjë diferencimin e fëmijëve. Njërin fëmijë të dojë më shumë e tjetrin më pak dhe njërin ta shikojë më të lumtur e tjetrën pothuajse fare.